Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mos harxoni më para, përzjeni vaj me limon dhe do shërojeni nga këto sëmundje. Prej vitesh njerëzit e kanë përdorur kurën natyrale me vaj ulliri dhe limon në të mirë të shëndetit dhe të trupit tuaj. Sipas ekspertëve, kjo kurë e cila konsumohet esën në mëngjes, si një alternativë shumë e mirë për të patur një shëndet optimal. Mjafton që ju të shtrydhni një limon dhe ta përzjeni me një lugë gjelle me vaj ulliri dhe ta pini atë rregullisht për çdo ditë në mëngjes. Detoksifikimi i trupit. Përzierja mes vajit të ullirit dhe limonit është ideale për të pastruar të gjithë trupin. Ky lëng duhet konsumuar përpara ngrënies së mëngjesit që të funksionojë në mënyrë perfekte. Sipas ekspertëve, ky lëng gjithashtu është i vlefshëm për të konsumuar edhe për mbrojtje të zemrës. Sipas ekspertëve, ju duhet të dini se vaji i ullirit është i pasur me acide yndyrore të cilat riaktivizojnë qarkullimin e brendshëm duke eliminuar njëkohësisht kolesterolin e keq. Vaji i ullirit gjithashtu largon inflamacionin dhe e pajis trupin tuaj me vitamina kundër kolesterolit. Vaji i ullirit me limon është një kurë natyrale e cila do t'ju vi juve në ndihmë edhe për të ulur nivelet e larta të kolesterolit në gjak. Problemet me reumatizmën. Sekreti i suksesit të kësaj kure kundër reumatizmës qëndron pikërisht tek vlerat kundër inflamacionit. Në qoftë se ju e pini këtë kurë rregullisht me stomakun bosh, atëherë ju do të përjetoni më pak dhimbje të kyçeve. Jo më kot, kjo kurë njihet edhe si lëngu i artë kundër konstipacionit. Sipas ekspertëve, ju duhet të dini se vaji i ullirit ka efekt laksativ sidomos kur konsumohet me stomakun bosh. Kjo kurë natyrale e zgjidh problemin e konstipacionit. Për shëndetin e mëlçisë. Kur organizmi juaj mbushet me toksina fal ushqyerjes së keqe, në ndihmë vjen pikërisht vaji i ullirit me lëngun e limonit. Intoksimi i organizmit gjithashtu ndikon ndjeshëm në shëndetjen dhe në funksionin e mëlçisë. Duke e konsumuar lëngun e limonit në vajin e ullirit, ju me patjetër duhet që ta konsumoni në mëngjes dhe kështu do të përmirësoni shëndetin tuaj të përgjithshëm si edhe të mëlçisë. Do të shpëtoni nga problemet me tretjen. Lëngu i limonit së bashku me vajin e ullirit rekomandohet për problemet me tretjen, aciditetin në stomak e të tjerë. Ky lëng ka efekt qetësues për problemet me stomakun, sidomos kur ai konsumohet esëll. Sipas ekspertëve, ju mund të trajtoni flokët, lëkurën dhe thonjtë. Vaji i ullirit së bashku me lëngun e limonit është një recetë ideale për njerëzit të cilët kanë thonjë të brisht, akne dhe njëkohësisht çrregullime të pH-it të lëkurës. Ky lëng është i pasur me antioksidantë të cilët luftojnë shenjat e moshës, rrudhat dhe njollat në lëkurë. Vaji i ullirit dhe njëkohësisht lëngu i limonit gjithashtu rekomandohen edhe për të trajtuar zbogthin në flok, si edhe duke e masazhuar atë përpara larjes. Nga ana tjetër, lëngu i limonit me vajin e ullirit mund të përdoret si një maskë natyrale edhe për sa i përket trajtimit të flokëve tuaj dhe të rinisë tuaj. Kombinimi i limonit me vajin e ullirit janë një kombinim i famshëm edhe për të stimuluar dobësimin. Këta dy përbërës natyral për të nxjerrë të gjitha toksinat tuaja nëse konsumoni një gotë prej tij çdo ditë. Përveç përfitimeve tepër të shëndetshme që kjo pije sjell, ju mund ta përdorni edhe për trajtime të jashtme.
Limoni dhe vaj i ullirit janë një mënyrë shumë efikase edhe e trajtimit të problemeve me lëkurën. Ndaj ne ju sugjerojmë një mënyrë tepër efikase edhe për trajtimin e problemeve me lëkurën. Ndërkohë, nga ana tjetër, duhet të dini se ju sugjerojmë ta përdorni si trajtim të lëkurës këtë kombinim perfekt, pasi vaji i ullirit është i mbushur me antioksidant si për shembull vitamina të grupit B, vitamina A dhe E, dhe gjithashtu ajo ndihmon edhe në pastrimin e trupit tuaj nga të gjitha toksinat e mbledhura, ndihmon në pastrim dhe rikuperim të fytyrës tuaj, duke qenë se mund të sjellë edhe mjaft përfitime duke mbrojtur atë nga aknet, dielli, tymi i cigareve dhe njëkohësisht mund ta mbrojë atë nga të gjithë faktorët e tjerë të jashtëm. Vaji i ullirit gjithashtu funksionon edhe si një recetë natyrale dhe zbutës natyral, i cili gjithashtu i lë poret tuaja të pastra dhe mban në larg krijimin e akneve. Është mjaft i këshillueshëm për fytyra delikate, pasi do t'i jap fytyrës tuaj një ndjesi pastërtie dhe butësie të mrekullueshme. Lëngu i limonit gjithashtu është një ilaç tërësisht natyral që do të ndihmojë në mbylljen e shenjave tuaja në lëkurë dhe të mbyll aknet. Ngjyra e lëkurës tuaj do të jetë më e bardhë, më e ndriçuar për shkak se limoni do t'ju sigurojë ju një pastrim të thellë të saj. Përzierja e këtyre përbërësve do t'ju jap ju një efekt të pabesueshëm dhe një pastrim të thellë të saj. Gjithashtu, përbërësit që juve do t'ju duhen janë 2 lugë gjelle vaj i ullirit, 2 lugë gjelle me lëng limoni. Përgatitja: kombinoni 2 përbërësit në një enë të vogël dhe trazojeni mirë. Aplikojeni në fytyrë të pastër dhe në qafë duke shmangur zonën poshtë syve. Lëreni të veprojë për 25 minuta. Gjatë kësaj kohe sigurohuni që të vendosni një peshqir rreth qafës për të evituar ndotjen e rrobave nga maska. Më pas, lani fytyrën me ujë të ngrohtë dhe thajini me kujdes me një peshqir të butë. Më pas, aplikoni kremin tuaj të përditshëm hidratues. Mund të keni dëgjuar shpesh për përfitimet të cilat vijnë nga kombinimi i vajit të ullirit, mjaltit dhe limonit. Këto produkte të konsumuara gjerësisht në traditën tonë janë mjaft të dobishme për përkujdesje natyrale ndaj shëndetit. Vaji i ullirit gjithashtu përmban sasi domethënëse të yndyrave të quajtura të mira dhe të acidit oleik, duke ndihmuar në paksimin e shfaqjes së sëmundjeve koronare. Ai përmban edhe antioksidantë dhe ushqyes të cilët luftojnë inflamacionin dhe ndihmojnë në uljen e niveleve të kolesterolit të keq, ngadalësimin e plakës dhe largimin e radikaleve të lira. Mjalti është një ushqim natyralisht i ëmbël, i cili i jep shëndetit tonë mjaft përfitime shëndetësore, dhe përmbajtja e lartë e sheqerit është një burim i shkëlqyer i energjisë së shëndetshme. Mjalti gjithashtu lufton bakteret dhe njëkohësisht inflamacionin, por edhe shërben si antibiotik dhe njëkohësisht antiseptik. Për më tepër, ai luan edhe një rol qetësues. Lëngu i limonit gjithashtu përmban edhe vitaminë C, acid citrik, kalcium, magnez, bioflavonoid, pektin dhe limonen, të cilat së bashku forcojnë sistemin imunitar dhe e mbrojnë atë nga infeksionet. Mirë po, duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos t'i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!